Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Sigurisht asgjë nuk është më e keqe se e keqja përveç ndëshkimit të saj dhe asgjë nuk është më e mirë se e mira përveç shpërblimit të saj. Ajo që dëgjohet në këtë botë është më e mirë se sa ajo që shikohet, ndërkohë që çdo gjë e botës tjetër është më e mirë kur shihet se sa kur dëgjohet. Pra kënaquni me më shumë dëgjim se me të parë, si dhe me lajmin e së panjohurës. Ta dini që çka është e pak në këtë botë dhe e shumë në tjetrën është më e mirë se çka është e shumë në këtë botë dhe e pakt në tjetrën. Shihni se sa shumë raste ka kur ajo që është e pakt jep fitim dhe ajo që është e shumt bën dëm. A se shihni se ajo që ju është lejuar të bëni është më e pak se ajo që duhet të shmangni, dhe se ajo që ju quhet e lishme është më e gjerë se ajo që ju quhet e ndaluar. Prandaj hiqni dorë nga e pakta për atë që është shumë dhe nga ajo që është e kufizuar për atë që është e gjerë. Zoti ju ka garantuar mjetet e jetesës e ju duhet vetëm veproni, pra pse të jepemi kokë e këmbë, pas asaj që na është siguruar, e të lëm pa kryer për hir të saj atë që na kërkohet të bëjmë.